komunist? Ja, ajo që unë them, ndalimi i kohës në Shqipëri më ka konvertuar në antikomunist. Koha ndaloi në Shqipëri. Shqipëria ishte vend i kohërave të ndaluara. Ju, po të rikthehemi viteve kur Shqipëria viteve iluzive, do të shprehim të mirë, kur Shqipëria u ndar nga Bashkimi Sovjetik, ishte një gëzim për ne. Pse? Këtu kishte një tendencë rusifikimit të kulturës sonë, por ne një kulturë krejt tjetër, e papranueshme. Mendojmë se do shkonim drejt perëndimit. U gabuam. Shkuam drejt revolucionit kulturor kines. Pati shprehjen nga më të shëmtuarat. Ish udhëheqësi diktatori i asaj kohe në një akt demonstrativ hoqi nga koka Barsolinën dhe vuri kapelën e Mocedunit. Të mos hymë atë në historinë e dhimbshme të plenumeve të përsekutimit, një sagë e vuajtjeve të tëra. Nuk mendoj se një intelektual do të mos ishte antikomunist për gjitha ato që psoi Shqipëria, që unë do t'i mbledhja vend i kohës të ndaluar, i lëvizjeve të ndaluara, i besimeve të ndaluara.